Procesi I numërimit për subjektet politike ka përfunduar tashmë në 7 qarqe të vendit. Në qarkun e Elbasanit, pas mbylljes së procesit të numërimit, shihet një avantazh I theksuar I Partisë Socialiste, e cila kryeson me 79.799 vota kundrejt Partisë Demokratike, që ka marrë 38.905 vota. Shqipëria bëhet është forcë e tretë me 4.552 vota, por pa mandat. Numërimi është mbyllur edhe në qarkun e Dibrës, ku Partia Socialiste ka fituar me 10.356 vota diferencë, duke marrë 3 mandate, një më shumë se Partia Demokratike. Në Lezhë, Partia Demokratike siguroi 30.502 vota, duke lënë pas Partinë Socialiste me 1.542 vota më shumë. Vlora gjithashtu I dha fund numërimit me një fitore të thellë të Partisë Socialiste, ku mandatet u ndan 8-4. Në qarkun e Kukësit, kryeson koalicioni I Partisë Demokratike, që siguroi 52.95% të votave. Partia Socialiste mori fitoren edhe në Korçë me 6 mandate kundrejt 4 mandateve të Partisë Demokratike dhe aleatëve të saj. Fitore e thellë për socialistët edhe në qarkun e Beratit me më shumë se 57% të votave. Ndërkohë në Fier vazhdon ende numërimi I votave, ku Partia Socialiste kryeson bindshëm. Rezultatet tregojnë një avantazh të dukshëm të Partisë Socialiste edhe në qarqet Durrës dhe Gjirokastër, ndërsa në Shkodër deri më tani kryeson Partia Demokratike me 2.183 vota më shumë. Në këto qarqe numërimi vijon ende.